përmbetje, dhe jam Gjane Aziri, pronori Kafeterisë Trend, në Pavnik, për arsye e sigurie, për mos në poshtë në këtofë më të modë në eksident më të madh, u detyrova për në ndyrë kafiqin përkësisht që mos mu smadhu ma shumë këtofë. Pse pat sinjale që mundet me pas incidente? Përderisa jemi tipo parti politike që jemi në kata paka shumë në rrjetini, sa mund në zhvillu atë. A kanë kërku ata me liru a pjesa tjetër që në konë lokalin në rrët jashtë? Çka ka qenë për të? Jo, asë i polis ka kërku të një liru hapësira, po që është të donë të këndru e gjendja, edhe për në të sa me modhe. A ka folë me juve paraprakisht dikush prej stafit kryeministit? Jo, nuk e morë vesh për të ndërët një, kanë kontaktu që po dhe në të punë, dhe në mënu i morë një herë në të dhe në më të një dërë, që të është ministër i Kosovës, por e po që për shkënë në stota edhe të shtaftue. Çka ishte kërkesa aty në që ishin mrena? Nuk veshin në rrët jashtë, apo çka? Jo, nga kam në të duhet krejt, që po partit, po veç atyja që nuk më bojë ma modë i shka. A ka qenë më herët kryeministre? Jo asë një herë, Dikush prej stafit të tij, prej vetëvendosjes? asë një herë. Pse menoni që është zgjedh kafeneja juaj për më mbajt një takim e tillë? Këtë pyetje të t'ja bo atyne që e kam prute. Faleminderit shumë. Ju edhe njerë? Gjane Aziri. Faleminderit shumë.